Mirë, këj ka 48. Zonja Bajrami, veç ndëgjëm, të lutëm. Këj ka pas 48, parlamenti ka dhe 72 të tjerë. 48 plus 72 barëzim e 120. Të lutëm, Zonja Bajrami, veç më stara, që opcioni tjetër do duhet të duke në horizont. A këtë dështu ish opozita me e tregu kapacitetin e vetë për me hek Albin Kurtin? Jo. Po të prestash. Ma spiku pse ju? Po dhe, nuk ka dështu ish opozita. Na kemi provu mi ba numrat, unë e thash që nuk kemi arrit me i ba numrat. Për fajnë e kujtë? Për fajnë e kujtë, pse me i ba partije, qysh preti për një partije, prej partijës tretë politike, dhe më thonë. Ty Albin Kurti, atë ka artë në herë në studio që tu Albin Kurti me të kalzu që me 48 deputet pëse s'po i ba numrat. Albin Kurti del të në ditën edhe thot, unë e vetë min partner që e deshta ishte Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe nisma. Edhe pse Albin Kurti nuk sfidohet me i thonë që ti e ke pas Partinë Demokratike të Kosovës, që aty pse nuk e kërku prej Partisë Demokratike. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka qenë e interesume me ba një koalicion qeverisës me të gjitha parti tjera politike deri në mars, duke ditur që në mars ne do të shkojmë zgjedhje. Sikur të kishim pas mundësi, Ermal, me i ba numrat, në mënyrë që me e ba edhe zgjedhjen e presidentës. Na sot e këshim pas qeverin. Mirë po mos e harroni një gja. Jemi partia e tretë. Na i kemi 20 deputet, Albin Kurti ka 48 deputet. Shkaktari, pse po shkojmë në zgjedhje, pse po përsëritet një proces zgjedhur, pse po maltretohen qytetarët, pse po hargjohen edhe dhjetra, ma shumë se 10 milion euro. 15 milion, tha Valdetit. 15 milion euro. Në këtë krizë të madhe, ekonomike, për qytetarët e varfër të vendit, është Albin Kurti, aj duhet me dalë dhe me ju tregu qytetarëve. Sepse aj po e dën një parti politike e cila s'po e dënat. Sepse ajo parti politike e ka provu koalicionin në vitin 2020 dhe i ka zgjat 55 dit. Edhe si pas vet Albin Kurtit, me 5 shkurt të vitit 2025, dhe më thonë, ka thonë koalicioni tjetër nuk në zgjat as 5 orë. A i letë dele dhe letë regon pëse nuk është bo me parti tjera politike. Pse Albin Kurti, cili e ka pasur, dhe më thonë, pjesë të qeveris listën serbe, derivon, nuk e bën pjesë, nuk e merë, edhe me i bon numrat edhe me vazhdu edhe me zgjedh. Ma vonë me i gjetë numrat, me zgjedh edhe presidentën edhe gjithë shka. Shkaktari, dhe më thonë, personi, kryesor, fajtori, kryesor, që po e qanë venin në proces zgjedhor. Në ndërku, nuk ka mundësi për qeveri tranzitore, gjatë kësaj periudet të shkurtër kohore, sepse ju e dinit që një qeverit të tillë LDK-ja e ka propozuar para disa muaj dhe partia e pare cila e ka refuzu një propozim të tillë ka qenë pikërisht lëvizja vetëvendosje. Dhe qeveri e tillë, dhe më thonë qoftë nga shoqëria civile, teknokratët e tjerë, bëhet vetëm në dakordancën e të gjitha partive politike. Dhe më thonë duhet me i pas numrat dikush. Për ndryshe, partit politike ish opozitare nuk munden që me vendos persona jo politik dhe me marë kostën politike në mars të vitit 2023, sepse në mars të vitit 2023 ne do të shkojmë zgjedhje. Kështu që nuk ka zgjedhje tjetër, ka vetëm zgjedhje. Vjosa Osmani duhet me ullë, duhet me caktu datën e zgjedhjeve. A ka vend për Vjosa Osmani në LDK? Jo, si pas hykmet e Bajramit, nuk ka vend për Vjosa Osmani në LDK. Si pas meje, personalisht, Vjosa Osmani është personi, fajtori, kryesor, pëse LDK-ja në vitin 2021 ka ra në 12%. Dhe ju rikujtaj deklaratën e Vjosa Osmanit, kur ajo ka thënë, unë nëse nuk jam në LDK, nuk jam në politik. Vjosa Osmani nuk ka vend në LDK. Nëse Vjosa Osmani do të kthehej në LDK, LDK-ja do t'i ofendante dhe në një farë mënyre, po e them në thojza, do t'i përjashtante 112.000 votusit e zgjedhjeve të vitit 2021. Votus të besueshëm, njerëz lojal të cilët kanë qenë me LDK-n në kohë të mira e të vështira. Kështu që